Dhe për të folur për këto zgjedhje, kam kënaqësi të kem, tani nuk di si ta prezantoj. Zvendës kryeministrin e parë të Maqedonisë Veriut apo kryetarin e zgjedhur të komunës Shahir, zotin Izzet Mexhiti, zotin Mexhiti, kënaqësi të kem në këtë bisedë, si t'ju prezantoj? Ende në detyrë jeni apo jo? Ende në detyrë, jam edhe në pritje për marrjen e detyrës së re. Urime një herë për fitoren. Zotin Mexhiti, më e vështirë se më parë ishte fitore apo më lehtë, se ju e keni drejtuar komunën Shahir, pra nuk është detyrë e re për ju, por nëse mund të bëjmë një krahasim personalisht do doja. Tash është më e lehtë se ka një qeveri që i mbështet komunat, si asnjëherë më parë. Pra kemi parasysh që decentralizimi është shtyllë më e rëndësishme e marrëveshjes së Ohrit dhe pikërisht kjo qeveri punon në frymën e marrëveshjes së Ohrit. Dikun 1 miliard euro ka nda për realizim të projekte kapitale apo për decentralizim fiskal të komunave në përgjithësi dhe dikun 30% të komunave shqiptare. Si ishte kjo betejë me Mexhiti? Padyshim i prisin të rezultate apo jo? I prisin 5 komuna të fituara, 4 në balotazh? Mendoj se du vetëm ta sqaroj që në BDI ka fitu vetëm në komunën e Likovës. Në raundin e parë. Komuna e Plasnicës është e komunitetit turk, domethënë kandidati është i Akis, por nuk është komunë shqiptare. E treta, komuna e Qashës është historike fitoria, është për herë të parë kryetar shqiptar, është kandidati i tyre. Mirë po, listat kanë qenë të përpashta, pra Vleni këtu ka kontribuar që nuk kanë nxjerrë kandidat. Pra ju jeni tërhequr. Jeni tërhequr, pra nuk keni... Është një fitore e shqiptarëve, jo e aktivist. Pra thjesht BDI pasër ka vetëm në Likov dhe një korrigjim në Dibër në balotazh është kryeson kandidati i Vlenit dhe i dyti është kandidati i pavarur, pra BDI dhe AKI nuk e kanë kalu pragun, pra nuk janë as në gare. Faleminderit për korrigjimin, me njerë do bëhet. Por kthehemi pak tek 5 komunat e fituar, 4 në balotazh. I prisnit apo jo? Po, mbas anketimeve, mbas energjisë në terren, mbas tubimeve, mbas krejt ajo parametrave që ishin, pra pritej fitore e thellë e Vlenit. Është çështje tjetër që ne jemi mundu që këtë fushat ta bëjmë si fushat lokale, fushat për komunat, ndërsa AKI ka humbur kontaktin me realitetin. Ata për gjithçka kanë folë, por jo për komunat. Do të kanë folë për votën serbe, kanë folë për referendum, për betejë për legjitimitet. Ne them drejtën e pranuam edhe këtë sfidë për atë betejës për legjitimitet, edhe se mendojmë që u kry kjo para në zgjedhjet parlamentare dhe fokusi u vendos mbi Tetovën dhe Çajirin. Tash Çajiri domethënë është mbyll në raundin e parë, Tetova bind shumë udhëheq Bilal Kasami edhe pret domethënë pas 3 ditëve ta thellon fitoren dhe me këtë pra po mbyllet domethënë edhe zgjedhjet lokale me edhe dilemat rreth legitimitetit. A prisin zotin Mexhiti personalisht, po i pyes, duaj një përgjigje sinqert, urimin e Bujar Osmanit. E prisi apo jo? Pra është akt për ta vlerësuar, për shkak se mendoj që edhe ai ka pranuar që këto kanë qenë zgjedhjet më të qeta, më demokratike, pa asnjë incident, pa asnjë shantazh, pa asnjë presion, por publikisht pra e vlerësoj edhe reagimin, pra me këtë u bë plot fotografia të zgjedhjeve. Pra, domethënë, me sa kuptoj nuk e prisje të përshëndes apo jo? Po duke u bazuar në fushatën e tyre që filloi dhe mbaroi me ofendime, me arrogancë, me ato, them drejtën nuk e prisja, po më parasysh pra e vlerësoj aktin e zotit Osmani, spakun në fund e bërë mirë, që nuk u përcjell nga zoti Ahmeti Taravari dhe Sela, pra pas 22 viteve është hera e parë që zoti Ahmeti ende nuk ka dalë në preskonferencë pasi e mbyll procesi zgjedhor. Këtu dua ndalësh pak, kujtohet paktën kam dëgjuar edhe tubimin tuaj të fundit me thirrje për pensionim të Ali Ahmetit. Tani ku jemi? Po mendoj se çështje mendoj që me që i humbi zgjedhjet parlamentare, tash edhe u deklasu në zgjedhjet lokale, mendoj që dikush duhet mbajë përgjegjësi për këto humbje,
dhe është porosia e qartë që shqiptarët pra duan reforma, duan punë, duan programe, vizion dhe jo fjalë boshe dhe retorika boshe të zotit Ahmeti. E para